Pjesa kryeministrave shqiptar dy të fundit Fatos Kanos dhe zotit Berisha për të kontribuar për pastrimin e lumit Gjanica si dhe kompanive Armo dhe Albetrol. Unë do të orientoja bisedën duke theksuar që në këtë muaj, pra në fund muajit nëntor, përfundon studimi i lumit Gjanica, i cili ka disa plane. Ka një plan pastrimin, sistemimin e shpateve, shmangjen e përmbytjeve dhe njëkohësisht edhe gjelbërimin e fashës që është rreth 120 hektarë. Mirë po, pikërisht në këtë moment ne bëjmë thirrje kompanive dhe qeverisë shqiptare, sepse secili do të mbajë përgjegjësitë e veta mbas edhe objektivave që do të realizojë studimin në fjalë. Qartë. Dhe zoti prefekt? Duke e parë në shumë si qytetar fjerak, unë do ta quaja me fjalë lumin e vdekjes, pasi lumi Gjanica ka përfunduar në normat maksimale të ndotjes, në vazhdim dhe në një kthim përgjigje të zotit kryetar të bashkisë, do thoshja jam plotësisht dakord me kërkesat dhe për projektin e rehabilitimit të gjitha, por do t'i bëja një pyetje, kush janë masat janë marrë për parandalimin e ndotjes së vazhdueshme? Të paktën për ndotjen që është brenda hapësirës dhe përshkushmërisht që lumi bën gjatë qytetit Fierit. Për sa i përket përfaqësimit institucional, unë do të mbështes çdo projekt, të gjitha iniciativat që janë për rehabilitimin dhe për normalizimin e këtij lumi për ta kthyer në frymarrje për qytetin e Fierit dhe jo për të kthyer kurizin, siç ja ka kthyer Tara Banesat, duke humbur dëshira për të hapur dritare apo për të bërë balkone në drejtim të lumit, siç është se zhvillohen të gjitha zhvillimet urbane duke dhe ndërtimet e godinave të banimit që kanë lakmin për të kthyer pamjet nga deti apo nga liqeni apo nga lumejt. Kështu që institucioni i prefektit është i angazhuar dhe i përkushtuar për të bërë gjithë ndërmjetësinë institucionale për rehabilitimin, për ta kthyer në një gjendje sa funksionale për komunitetin e qytetit Fierit.